Himara është një nga bashkitë më të frekuentuara dhe më të zhvilluara në vitet e fundit dhe ka shumë mundësi të mira për ta çuar përpara këtë trend pozitiv rritës edhe në vazhdim. Kështu shprehet ministri i Bujqësisë Andi Salla, i pranishëm në analizën e sezonit turistik në Bashkinë e Himarës. Ministri i Bujqësisë tha se objektivi është një turizëm i vazhdueshëm në të gjithë muajt e vitit, ndërsa turizmi lidhet ngushëtësisht edhe me bujqësinë. Himara ka një ndërthurje të midis turizmit dhe bujqësisë, ku janë të ndërthuar edhe të ndërlidhura së bashku për të gjithë vizitorët, për të gjithë turizmin të cilët Himara është në fazë zhvillimi dhe më vjen mirë që kryetari me të gjithë investimet që ka si bashki, por edhe ndaj qeverisë shqiptare, do ta çojë akoma më tepër në një hap tjetër të turizmit të vendas. Fal punës së administratës së bashkisë dhe një eficiencë pozitive të taksave, por edhe përthithjes së fondeve, Himara do të ketë në vitin 2026 një buxhet të konsiderueshëm. Këtë fakt ministri i Bujqësisë Salla e shikon shumë pozitive për zhvillimin kryesisht të potencialeve të reja. Është vërtet, Himara ka arritur në një shifër të konsiderueshme ndaj buxhetit të saj dhe kjo e bën që të zhvillohet për turizmin, për qytetarët dhe për të gjithë infrastrukturën, do e thoja, në mënyrë që të zhvillohen dhe ato zona të cilët nuk janë zhvilluar ende, ka potenciale të reja për të zhvilluar dhe për të pasur mundësi që të jetë në një hap tjetër ndaj zhvillimit turistik, por edhe jo vetëm ndaj turizmit. Një analizë e tillë e turizmit për vitin 2025 dhe perspektivat për vitin 2026 e sjell në një dëgjes publike me operatorët turistik, fermerët, grupet e interesit dhe qytetarë është një risi për Bashkinë e Himarës. Një iniciativë e kryebashkiakut Vangel Tavo për të mësuar shqetësimet që kanë grupet e interesit. Ishte diçka që unë e kisha menduar për ta organizuar që para se të fillojë sezoni turistik, sepse pa marrë realisht shqetësimet direkte të operatorëve turistik të Himarës, ne nuk mund të bëjmë një strategji, një plan pune për sezonin e ardhshëm. Kështu që ky ishte qëllimi i takimit të sotshëm, për të bërë një analizë të sezonit të 2025-s dhe për të dëgjuar gjithë shqetësimet, gjithë sfidat që na kanë dalë përpara gjatë 2025-s dhe për të përmirësuar punën tonë në funksion të një sezoni turistik shumë më të mirë për 2026-ën. Një turizëm gjithvjetor duke nisur nga viti 2026 është një ndër objektivat kryesor për kryebashkiakun Tavo. Një vend që të vizitohet në 12 muajt e vitit nuk është thjesht një slogan, por efektet do të ndihen shumë shpejt, thekson ai. Që asgjë nuk bëhet me një të rëndë lapsit, siç thot populli, por ne po bëjmë të gjithë përpjekjet tona për ta realizuar këtë objektiv që unë ja kam vënë qëllim vetes dhe Bashkisë së Himarës, që ditën e parë që kam ardhur në krye të kësaj bashkie dhe kemi orientuar gjithë punën dhe gjithë investimet e Bashkisë së Himarës në këtë drejtim për ta bërë Himarën një vend të vizitueshëm gjatë 12 muajve të vitit, sepse i ka të gjitha potencialet për ta realizuar konkretisht këtë gjë dhe jo për të ngelur thjesht një slogan që thuhet zakonisht. Në rastin konkret, unë jam i bindur që efektet do të duken që në vitin 2026, sikurse janë parë në 2025-ën një sezon turistik që dikur ka qenë më pak se 2 muaj, si vjet e kishim pothuajse 5 edhe më shumë muaj. Kështu që gjithë përpjekjet tona, gjithë vëmendja jonë shkon për të realizuar objektivin e Bashkisë së Himarës për të patur një sezon turistik gjithvjetor. Edhe promovimi që i është bërë Himarës nga bashkia ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin turistik dhe ekonomik të gjithë kësaj zone interesante të Rivierës shqiptare. Jam përpjekur pasi Himara realisht meriton më shumë edhe i kemi të gjitha mundësitë për ta bërë.